Ismail Lulani lindi më 1933 në Tuz të Malit Zide, vdiq më 6 tetor të vitit 2002 në moshën 69 vjeçare në qytetin e Shkodrës. Në moshën 12 vjeçare, së bashku me familjen vendosët në qytetin e Shkodrës. Në vitin 1967 mbaron Akademinë e Arteve të Bukura për pikturë monumentale. Puna e tij e diplomës, Det Xholuli me trima, u vlerësua mjaft nga kritika e kohës. Emërohet dhe punon si profesor në Akademinë e Arteve në Tiranë, dhe më pas vendoset me dëshirën e tij në qytetin e Shkodrës, ku punon si profesor në liceun artistik të këtij qyteti, derisa del si piktor në krijimtari të lirë. Ai ishte një ndër themeluesit e degës së arteve vizive në Shkollën e Mesme Artistike Prenjakova në qytetin e Shkodrës. Ishte antar i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Ismail Lulani është një ndër piktorët më origjinale, më të fuqishëm në historinë e artit shqiptar. Ai ishte një piktor shumë aktiv në krijimtarinë e tij. Eksploroi me mjeshtri në të gjitha gjenitë e pikturës si kompozim, peizazh, portret, natyra të qeta. Pikturat e tij shuhen për forcën dhe lojrat magjike të ngjyrës, për vizatimin ekspresiv dhe mjetet shprehëse. Për meritat e tij, ai është nderuar me çmime dhe tituj të kalibrit të lartë. Në vitin 1979 i jepet titulli piktor i merituar. Në vitin 1989 i jepet titulli i lartë piktor i popullit. I është akorduar titulli në infrashëri i klasit parë në vitin 1999 në Bienalen e Romës për artet vizive merr çmimin e dytë dhe i jepet medalja e argjond me tablon Ikja në Egjipt. Pas vdekjes në 70 vjetorin e lindjes, ju akorduar titulli Krenaria e Shkodrës. Një nga rrugët e qytetit Shkodrës mban emrin e tij. Shkolla Kulturore Vizart ka akorduar një çmim ndërkombëtar në emër të tij. Ismail Lulani mori pjesë në të gjitha ekspozitat lokale që u zhvilluan në qytetin e Shkodrës, si dhe ato kombëtare që u zhvilluan në Tiranë. Rreth 20 punime të tij ndodhen në arkivat e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë, si dhe shumë të tjera pronë e galerive e muzeumeve në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ai ka ekspozuar në shumë vende të botës, duke marrë vlerësimet më të larta nga kritika huaj. Shumë nga pikturat e tij janë pronë e koleksionistëve të ndryshëm në Francë, Austri, Itali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani e tjerë. Ai mbetet një nga emrat më të shuar në historinë e artit shqiptar.